Gjevori ka qenë mësuesi I mësuesve. Edhe erdhi në Kosovë me një qëllim madhor, hapte shkolla shqipe. Ka ardhur në Kosovë në kohët më të vështira, kur arsimi shqip ishte pothuajse I paqe, po ashtu ishte edhe një sfidë e madhe në të gjithë territorin e Kosovës. Pra nuk ka ardhur vetëm me domosdoshmë, por ka ardhur me ndezë një dritë e cila kur nuk do të shkohet, edhe është po ashtu ekziston edhe sot këtu në mesin tuaj. Ai ishte mësuesi që I mësoi mësuesit. Pra, Mehmet Gjevori ka qenë mësuesi I mësuesve. Jo vetëm I nxënësve, ka qenë edukator që ka formuar breza pas breza. Dhe shkrimtar që I dha arsimit shqiptar abetarën e tij të parë. A e dini këtë? Nxënës të parë. Abetarën e parë e ka dhënë zoti Mehmet Gjevori këtu në Kosovë. 7 marsi në fakt nuk është një datë kalendare, një ditë e thjeshtë. Është një ditë që simbolizon sakrificën, përkushtimin dhe dashurinë e pamas për dijen, për ndryshimin e mendjeve dhe për ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Një mision që Mehmet Gjevori e mishëroi me jetën edhe me veprën e tij. Djalosh nga Elbasani. Gjevori u përgjigj thirrjes së ministrit të arsimit asaj kohe Ernest Poliqit, pikërisht në vitet 1942 edhe erdhi në Kosovë me një qëllim madhor, hapte shkolla shqipe, dhe edukonte dhe pajiste me dije një presë që kishte nevojë për arsimim. Në një kohë ku një përqindje e madhe ishte analfabet. Mehmet Gjevori dhe mësuesit e tjerë që erdhën nga Shqipëria, së bashku me arsimtarë në Kosovë, që u bashkuan këtij misioni fisnik, dhe të shenjtë, të bën pishtarët e diturisë